Shtemi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe kjo është puntata e fundit për këtë sezon televiziv për t'u rikthyer përsëri në sezonin e ri në shtator, ndërkohë që jemi këtu dhe jemi krenar për gjithçka çfarë kemi pasqyruar hap pas hapi në këtë vit të ngjeshur plot skandale në studion e emisionit ton, pasqyruar kjo edhe ditën e premte si dita e fundit e transmetimit të javës së kaluar. Të gjitha portalet që qëllimisht devijuan arsyen përse u organizua emisioni Me Zemër të Hapur ditën e premte dhe që deformuan pikërisht ato video ku nuk jepej asnjë skenë erotike të nënës së dy fëmijëve. Ne në atë video kemi treguar dhe nuk kemi dhënë portretin e askujt, madje ju e keni parë me titra poshtë, kemi deshifruar vetëm debatin që është krijuar për të parë se në çfarë ambienti rriten dy fëmijët. Megjithatë, të gjithë ata që se kanë ndjekur emisionin Me Zemër të Hapur, rendën pas portaleve, të cilët patën keqdashësinë për t'u kapur pikërisht tek morali i asaj gruaje e cila vendosi ditën e sotme të jetë drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur nëpërmjet një lidhje telefonike, ndërkohë që babai i saj, gjyshi i dy fëmijëve, është me mua në këtë studio dhe unë do t'i uroj menjëherë mirëseardhjen atij, por edhe panelit të profesionistëve. Fillimisht, ne do ndjekim një material se çfarë reagimi ka pasur pikërisht për shoqërinë shqiptare, ku antivlera ka zënë vendin më të madh se sa vlera që duhet përcjellim në këtë shoqëri të kalbur. Ndiqni fillimisht materialin dhe do rikthehemi me detaje dhe me dosjen e plot që mbrin drejt për së drejti nga Shkodra në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Çfarë ka ndodhur me vajzën 8 vjeçare? Çfarë po ndodh me këto dy fëmijë dhe interesi më i lartë i gjithë kësaj shoqërie duhet ishin fëmijët. Ne vetëm te ata jemi fokusuar ditën e premte dhe vetëm te dy voglushët do fokusohemi edhe ditën e sotme. Ndiqni materialin. Miqtë e mi, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt për t'u dëgjuar në këtë studio edhe pala tjetër. Ne kemi telefonuar pikërisht palën tjetër dhe çuditërisht ai numër telefoni doli i fikur gjatë transmetimit të emisionit Me Zemër të Hapur. Po nga ky numër telefoni do të bëhet lidhja drejt për drejt me protagonisten e videos, me cilën vetë personalisht kam folur për më se 2 ditësh, që ditën e shtunë paradite dhe deri ditën e sotme paradite, ku ajo nuk mohon asnjë fakt se çfarë ka ndodhur në atë video. Ajo video është e saktë, ajo video qarkullon tashmë dhe dihet në zonën ku jeton edhe zonja, edhe zotria, prandaj zona e njeh jo vetëm zonjën por edhe fëmijët. Dhe absolutisht në Tiranë dhe gjithë ata që na kanë ndjekur drejt për së drejti kanë parë që video nuk pasqyroheshin fytyrat dhe emrat, i kemi ruajtur anonimatin deri në maksimum. Megjithatë, unë kam kërkuar ndjesë publike menjëherë sapo janë transmetuar pamje të rënda. I kam thënë teleshikuesit më falni për këto pamje të rënda. Dhe të gjithë pastaj portalet kanë deformuar emisionin Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të sjellim dosjen e plot. Çfarë flasin psikologët? Kush është dëshmia e dy fëmijëve, por sidomos e vajzës 8 vjeçare, përpara oficerit të policisë gjyqësore, të gjitha këto dhe shumë detaje të tjera tronditse, sepse në këtë mes fajtor sa është nëna, është edhe babai i cili na ndjek drejt për së drejti nga Amerika. Ashtu si edhe zonja kishte krijuar lidhje në Shqipëri, edhe zotria me prova dhe me fakte do dali sot që kishte një jetë të dyfisht në Amerikë. Megjithatë nuk duam të paragjykojmë jetën e asnjërit dhe as tjetrit. Dhe ashtu siç i kemi mshuar fort ditën e premte, kemi qenë në këtë studio që fëmijët të shkojnë në institucionet shtetërore. Dhe është pikërisht ky shtet që nuk ka reaguar prej 7 muajsh, përfshi këtu prokurorin, gjykatën që nuk kanë dhënë një vendim në qoftë se fëmijët duhet të rrinë me nënën apo duhet të dorëzohen nëpër institucionet shtetërore, sepse babai është larg. Nuk e dim se sa ambient të shëndetshëm kanë fëmijët tek gjyshrit e tyre. Megjithatë, për t'u treguar një malsor i vërtet, një burr i jashtëzakonshëm, është babai i vajzës, i cili ka marrë mundimin dhe ka mbërritur nga Vermoshi drejt Tiranës në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ai është zoti Marash. Përshëndetje, mirë se erdhët. Për më se 2 ditë, ashtu siç kam folur me vajzën tuaj, zoti Marash, kam folur edhe me ju personalisht. Ajo çfarë ju dhëm më tepër në këtë histori është që përpara se të hynim në këtë transmetim të drejt për drejt, më thatë që zona nga vini ju dhe zona nga vjen dhëndri juaj tashmë janë njohur sot e 7 muaj përpara me atë video të cilën vërtet ne publikuam,
por fshehëm anonimatin e vajzës tuaj dhe të nipërve tuaj. Ishte uluritse sepse në 7 muaj ju jeni sorollatur në për prokurori dhe në për gjykat dhe ende nuk është marrë një vendim. Ajo çfarë na bëri ne të dyshonim ishte pikërisht marrja me forcë nga ana e policisë me datën 13 korrik të 2 nipërve nga shtëpia e babait të tyre për t'u dorëzuar vajzës tuaj. Dhe ndërkohë ne nuk dinim nëse vajza juaj së bashku me 2 fëmijët vazhdon të jetë në Shqipëri apo ka marrë fëmijët dhe është larguar jashtë kufijve të Shqipërisë. Për të ruajtur këta 2 fëmijë, ne jo vetëm me rastin e vajzës tuaj, por edhe me të gjitha rastet e tjera, kemi treguar një transparencë dhe kemi ngritur zërin sepse këtë detyrë ka media. Gjithsesi unë të falenderoj sepse ke peshën më të madhe se sa vetë vajza juaj e cila do jetë nëpërmjet lidhjes telefonike, të vini këtu dhe të rrëfeheni dhe ndoshta pse jo të gjejmë rrugën e përbashkët për ata 2 fëmijë. Nuk e di si jeni ndjerë mbasi keni dëgjuar jehonën keqdashse, jo të këtij emisioni, po të atyre portaleve që deformuan qëllimin e këtij emisioni. Unë jam ndjerë keq shumë. Me keqardhje dal në këtë studio për këtë gjana është që do të thëmë se kanë lindur ata fëmijë, jam kanu përgjegjës me fëmijën e mi për ta, nga ekonomia. Pra që në momentin që kanë lindur fëmijët dhe deri më sot ju, jeni përgjigjur si gjysh ekonomikisht. Pse ku ishte babai? Babai ishte këtu, po ishte pa punë nëjsen. Dhe i sa rrita unë, se u zumet babë vetë ai, i gjeta shtëpinë të miku em, aty në Kamicë, ne janë 6 vjetë e sa, gati 7 vjetë. Pas ta iku në Amerikë. I thash, ti po ikë në Amerikë. Kjo anu se re. Të minë 2 vjetët e gjysë. Dalin të ti tha. Edhe e më ora që i të në shpi. Më thanë, ja, nuk mund të përcaktoj original, por mja 7-8 muaj ose i vjetë, me thanë ma mire. I thot, ullu të perinja. Për mu ba tanë kjo skenare. Në fakt të gjë e ka treguar dhe krushtku juaj të premten në emisionin e kaluar. Tanë kjo skenare. Për me e ba me shku ku ashtu shku se gjenja ekonomike dhe atje, për me marrë fëmijë e grua, ashtë ku e gjatë. Nuk kanë sot as nesër, duhet me shku vite shumë. A ka qenë dakord vajza juaj që bashorti i saj të emigrante, sepse është ende bashort zyrtar? Ka qenë dakord se kanë ba marrëveshjen, por ata nuk u ka shku nërmen se shkojnë ka zgjatë për shembull. Ky iku, si tonë shqiptarët e Shqipënisë, jam përgjigjë unë edhe për parën, kura kemi këtu me tëna se të thaqë edhe herë, me njës me i numërot e janë gjana që janë të pavleshme i gjana që e ban njeri ju, jo për vetë, por... Zoti Marash, do ndaloj tek ju pikërisht për momentin ku ju deklaroni që është ngritur një skenar. Pse mendoni se është ngritur skenar, ku vetë ju dhe vetë vajza juaj ka deklaruar që ajo çfarë ka ndodhur është gjithçka e vërtet. Publikuar nuk ka. Në publikim nuk është. Megjithatë zona e kishte marrë vesh se çfarë kishte ndodhur. Në zonën tuaj qarkullon kjo video? Qarkullohet jo video, por qarkullohet fjalë, tash e themet. E videon mund ta kenë një që din Facebook që kanë futur herë hike, nëse janë të se di më thonu. Pra edhe në rrjetet sociale pas ka qarkulluar kjo video. E kanë futur ata atje. Tash nuk e di se si do të shkoj kjo punë, jam shumë... A duhet kishte marrë një vendim gjykata në këto 7 muaj? Pse është zgjatur dhe te i zgjatur ky proces gjyqësor? Se si përse din gjykata, por qysh në urdhën e mbrojtjes. Unë nuk e di, se s'jam marrë me se punësh, se si u ban, din aja që e ka gjykua, nuk e dha urdhë i mbrojtjes, se po tepe urdhën i mbrojtjes çdo gjë, sot nuk ishim nevojë me ardhmë asaj para 3 ditë. E vërtet, në qoftë se urdhri i mbrojtjes nuk do ishte rrëzuar poshtë, vajza juaj do ta kishte këtë urdhër mbrojtje dhe kjo video nuk do dilte në media. As dilte, as njëhe i mama dhe punë. Mirë, do sillim provat dhe faktet, foto ku vajza juaj është e dhunuar për të mos u identifikuar portreti siç ja kemi ruajtur portretin dhe emrin, identitetin e saj, më lër të prezantoj edhe të njëjtin panel që ka qenë përballë krushkut tuaj ditën e premte. Ai është zoti Eduard Mullaraj, avokat. Përshëndetje, mirëseardhje. Angela Peza, si gjithmonë psikologja jonë, përshëndetje, mirëseardhje. Përshëndetje, mirëseardhje. Angela, dhe ti e marr gjatë me këtë histori për të kaluar më pas tek avokati. Dua komentin tënd. Para kemi vlerësimin psikologjik të psikologes aktuale, ndërkohë që nga informacionet tona është që
ka pasur edhe disa psikologe të tjera të cilat janë ndërhequr nga kjo histori tronditse. Histori tronditse sepse vajza 8 vjeç ka dëshmuar për ngacmime apo se si përdorej ndoshta për lojra seksuale dhe epshet e njërit apo tjetrit person të cilët nuk duam t'i identifikojmë ditën e sotme dhe këtu i kemi mshuar faktit të premten. Pse u deformua pastaj në portale është përgjegjësia e tyre dhe jona. Dua mendimin tënd paraprak. Sigurisht që bëhet fjalë për një rast shumë delikat, ashtu siç ne kemi patur publike nga mediat e tjera dhe raste të tjera delikate, siç mund të jetë rasti i Fatos Gurakuqit, siç mund të jetë rasti i Selvie Yzeire që është në Fier, rasti i Beratit që kishim që u publikua, kemi raste të tjera që kemi patur në 2016 që kanë qenë tej mase me buj, ka qenë rasti i fëmijës që dhunoheshe në kopësh nga drejtoresha e kopshtit dhe nëse ai rast nuk do ishte bërë kaq mediatik dhe kaq i bujshëm, sigurisht që ata fëmijë do vazhdonin ende që të dhunoheshin. Sigurisht që kemi dhe raste të tjera që bëhet fjalë për ato fëmijë të cilët dhunohen vazhdimisht nga mësuesit nëpër klasa dhe janë filmuar që kjo gjë të bëhet me bujë dhe mediatike në këtë formë që institucionet të reagojmë dhe ne të shpëtojmë një jetë, pra dhe mediat kanë një mision momentin që e përçojnë informacionin e tyre të mbar populli shqiptar që ne ndiqemi. Pra nuk është ky rasti vetëm që ka të bëjë vetëm me prindrit dhe është rasti vetëm që është publikuar me video. Për më tepër që zotëria thot video pas ka qarkulluar edhe më përpara në rrjetet sociale siç kanë qenë YouTube dhe Facebooku. Ne kemi ruajtur privatësinë deri në maksimum të fëmijëve, pra çdo gjë është flu në video, nuk ka as fytyra dhe as emra, të cilët ne nuk i dim. Sigurisht që pas mbarimit të emisionit ashtu siç kemi patur raste që na kanë mbështetur, kemi patur dhe raste që nuk na kanë mbështetur. Pra janë të gjithë këta fëmijë që ne mundohemi të ndërpresim ato dhunën dhe ato traumën e vazhdueshme. Do të thotë ose ta ndërpresim, ose ta vazhdojmë që kjo histori të vazhdojë po në këtë formë. Sepse kur institucionet nuk i japin përfundimin e duhur rasteve të tilla, atëherë fëmijët çfarë bëjnë? Do të jenë në një kaos të rish njëri nëna dhe gjyshi të rish mami nga ana tjetër. A duhet të jenë këta fëmijë të cilët të ndiqen nga një qendër rehabilitimi pas gjithë këtyre shokëve të një pasnjëshme që po vazhdohen, sepse nga informacionet e kolegëve të mia që unë kam patur dhe që e kanë ndjekur rastin në fjalë, sigurisht që ka qenë një rast jashtëmasi i vështirë për të ndjekur nga ana e profesionistëve, edhe nga palët prindërore, pra nga pala e nënës dhe nga pala e babait. Në këtë proces kanë qenë 3-4 psikologe, të cilat janë dorëhequr dhe kemi edhe raportin e fundit. Zotëria mund ta theksoj më mirë numrin e psikologjit psikologjik. Po un kam raporte 3-4 psikologët kanë dalë në përfundimin molestuar seksualisht, që çfarë do thotë në gjuhën tuaj për të kuptuar populli i thjeshtë? Ngacmime seksuale nga të dyja palët të rrëfyera nga vetë fëmijët tek psikologët. Me thënë të drejtën, kjo është edhe pak konfidenciale për sa i përket raportit psikologjik dhe ne nuk mund të japim raste të tilla, por ajo që është me shumë rëndësi, çka ne shikojmë, është që fëmijët dalin nga shtrati. Domethënë në video është e qartë dhe kjo është një pyetje që ne vetëm këtë kemi dhënë. Dua një përgjigje eksakt sot. Domethënë jam pjesë e këtij paneli dhe dëshiroj ashtu sikurse edhe përmbajtur publikun, çfarë bënin ata fëmijë në shtrat. Ne do ta bëjmë një pyetje pas pak tek protagonistja dhe tek nëna e dy fëmijëve, nuk është as pak e lehtë për këto, nëse kjo video pas ka qarkulluar kohë më përpara në rrjetet sociale dhe me pasturësinë më të madhe, ata që hodhën balë ditën e premte mbi portalet dhe mbi punën tonë nuk kanë reaguar në momentin që e kanë parë këtë video dhe që ta bllokonin nëpërmjet rrjeteve sociale. Dua mendimin para raporti i fundit e VIS, më lejo që ta them dhe këtë gjë, është në datë 7/7/2017, pra një javë para se fëmijët të shkonin tek nëna. Pra, raporti i fundit psikologjik është 7/7/2017. Një javë përpara se fëmijët të shkonin tek nëna. Dhe çfarë deklarohet aty, Anxhi? Vajza çfarë deklaron? Vajza sigurisht që thot mami ka bërë gabime dhe unë e fal për këtë gjë. Faleminderit. Avokat, si e përjetuat këtë fundjavë me këtë jehon të jashtëzakonshme duke hedhur balë? Me atë çfarë trajtuan në këtë studio? Ne pam që të gjitha rrjetet sociale reaguan pozitivisht dhe negativisht sipas mendimeve të tyre për shfaqjen e asaj videoje. Ajo video kishte disa
problematika. Problematika kryesore e kësaj është viktim që ngele fëmijët. Dhe gjithë problemin që diskutojmë neve ka të bëjë me mbrojtjen e fëmijëve të cilët sot janë të pambrojtur, ligjërisht, që do të thotë apatia e institucioneve përkatëse ashtu si që theksuam dhe në emisionin e kaluar, lë shumë për të dëshiruar që agravon konfliktin ndërmjet dy familjeve dhe të gjitha pasojat i mbajnë të dy fëmijët e mitur, të cilët sot me gjithë traumën e madhe që po përjetojnë, nuk kanë, të cilët ka nevojë për psikolog, nuk kanë sot mbështetjen e psikologut për të trajtuar psikologjikisht për të gjithë këtë fenomen të ronditës dhe për të qenë pjesë e integrimit të shoqërisë për nesër, sepse pasojat këta dy fëmijë të mitur do t'i shpallin ose do t'i proklamojnë nesër kur të rriten dhe kur të bëhen pjesë e shoqërisë. Për këtë i ka dhe shumë konventa ndërkombëtare, duke filluar që nga viti 1959, që janë nënshkruar shumë konventa për mbrojtjen e fëmijëve, sepse dim që fëmijët e mitur janë të pambrojtur dhe veprimet e turpshme në sy të fëmijëve janë të dënueshme nga ligji. Ne nuk futemi ke jeta private qoftë e njërës palë ose palës tjetër, qëllimi kryesor është mbrojtja e të dy fëmijëve të mitur. Në ato video u vlerësua vetëm tradhtia bashkëtorë. Ne nuk kemi marrë në asnjë moment të vetëm ditën e premte, por kemi mshuar faktit çfarë bënin ata dy fëmijë, pyetje që ngriti me shumë të drejtë edhe psikologja që besoj do marri përgjigje nga nëna e tyre që do jetë pas pak me ne në lidhje telefonike. Po, avokat. Pra, veprimi i nënës është i dënueshëm vetëm për prezencën e dy fëmijëve në shtratin e tradhtisë, mund ta quajmë, ose në veprimet e saj private. Por, për veprimet e saj nuk mund t'japim asnjë lloj veprimi ose gjykimi, sepse është jeta e saj private. Ne flasim prezenca e dy fëmijëve në atë veprim erotik ishte i dënueshëm dhe sot është i dënueshëm ligjërisht. Ndërsa për sa i përket pjesës tjetër, nëse do të kishin reaguar ashtu siç e tham dhe në emisionin e kaluar të gjitha strukturat e shtetit, detyrimisht që dhe fëmijët sot do të ishin pak më të qetë, sepse ka gati 7-8 muaj kjo histori që qarkullon në të gjithë zonën atje ku banojnë të dy familjet dhe mbi të gjitha ndjeshmëria maksimale është ndaj dy fëmijëve të vegjël. Me këtë ndjeshmëri maksimale për dy fëmijët e vegjël dhe çfarë do bëhet pikërisht nga shteti për ta, jemi mbledhur pikërisht ditën e sotme jo vetëm për dëgjuar palën tjetër dhe protagonisten e cila nëpërmjet babait në këtë studio nuk e mohon atë video që pas ka qarkulluar në rrjetin social Facebook nga familjarët e bashortit për 7 muaj rresht. Ndjekim pak reklama dhe rikthehemi më njëherë në këtë studio. Mi jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt. Regjia po bën gati lidhjen telefonike me protagonisten e videos, ndërkohë që babai i saj është me mua në këtë studio, ashtu siç thatë edhe gjatë hapësirës publicitare. Menjëherë sapo komentoi avokati dhe psikologja e cila bëri një pyetje, ju do t'i përgjigjeni me një tjetër pyetje psikologës. Mund t'ia bëni në këtë moment? Ndoshta se kuptova unë, por tha aty që vajzën e kanë fut në atë rrugë për përdhunim nga ideali. Aty në letra. E ka mësua me hinë përdhunim. Përdhunim? Mu përdhunu dhe vajza. Jo, zotri, në raportin në vlerësim psikologjik, ju besoj e keni lexuar, nuk është shkruar që fëmijët janë të përdhunuar, sepse nuk është bërë një ekzaminim mjeko-ligjor me atë informacion që unë kam të paktën nga psikologët. Janë molestuar. Molestuar. Janë ngacmuar. Janë ngacmuar. Janë ngacmuar për mësuar, i thëmë na. Okej. Kjo është vlerësimi psikologjik? Deshte me thonë... Nuk e them unë. Lidhën me psikologës. Ja, është letra përpara, mund ta drejtojmë edhe te kamera. Këto janë raportet... Punë e psikologës. Dhe duhet theksuar që... Vetë e kanë zirë... Më falë. Që i thatë janë tërhjek. Nuk janë tërhjek se nuk kanë kryu veprim. Po janë tërhjek se si ka paguar zotnia me lek. Atëre që tua shpjegoj dhe të gjithëve, sigurisht që një psikolog do paguhet për punën që bën. Nuk e ka pagua. Kanë dy psikologe nga Tirana, kanë lyp parët shumën, që di sa i kanë lyp, sa i ka lyp si ato, si të gjitha. Unë kur të marrë
E të një saj punë, ajo nuk ashtë të puno për shpirtit parve, po të puno për bukë të fëmijëve vetë. Megjithatë, ajo vajza 8 vjeçe, Besa juaj, është pyetur nga oficeri i policisë gjyqësore dhe ke dëshminë e vajzës edhe në polici. Në bazë të kësaj është ngritur një raport. Edhe tash, para javët, që ka thejër përgëria dje, pra, po tash shë me thanu, se të kë psikologët nuk janë se janë tërhjek nga qeshtja, pra janë tërhjek nga paga. Janë tërhequr nga paga sepse nuk janë Nuk janë paguar përgjigjës për pagën. e tyre. Tani, ky raport ka vullën e gjykatës së Shkodrës. Po, Shkodrës. Po jo se thotë që janë tërhjek si veprim. Jo, nuk ka lidhje kjo gjë, kanë dhënë ndërheqjen psikologët. Kanë dhënë ndërheqjen se s'janë paguar. Në rregull, pra nuk kjo çështje nuk përbën informacion për ditën e sotme. Megjithatë, është një çështje shumë e ndërlikuar dhe ndoshta mund të jetë edhe ky një shkak. Është origjinal, pra nuk flas për tjetër, nuk për tjetër. Pra, nuk janë paguar psikologët dhe janë tërhequr, është gjëja më për publikun pse janë tërhequr psikologët. Protagonista e vetë videos, nëna e 2 fëmijëve, është në transmetim të drejtë për drejtë me ne, me të njëjtin numër telefoni që ne kemi telefonuar ditën e premte. Përpara se unë të jap edhe një herë përshëndetjen tek zonja, ndiqni se çfarë ka ndodhur ditën e premte në të njëjtën numër telefoni që është shumë kollaj për tu identifikuar në Alp Telekom orën, minutin dhe sa herë kemi telefonuar në këtë numër telefoni që po bëjmë të mundur edhe ditën e sotme këtë lidhje telefonike me nënën e 2 fëmijëve. E ndjekim. Ndërkohë që regjia bën gati telefonatën me nënën e fëmijëve të zotërisë, i cili ishte në lidhje telefonike i pari. Ndërkohë që kemi tentuar vazhdimisht ditën e sotme, të ishte kjo zonjë dhe të dëgjojë zëri i saj, ndoshta nuk ka justifikim fakti i asaj çfarë ka bërë, megjithatë është e drejta të mbrohet në një transmetim të drejtë për drejtë, ku pak çaste më vonë teksa do nxjerrim nga studio 65 vjeçarin. Nuk do qëndrosh në këtë studio, sepse e pash që i përjetove ato pamje, nuk do qëndrosh, besoj, sepse emocionalisht nuk ngarkohesh. Ju lutem, provojni më vonë. Ja, ky është... Shikojmë pra telefonatën që kryem në këto momente dhe numri telefonit i zonjës është i fikur për të treguar transparencën që e telefonuam, por i ka të fikur. Ja, pra ishte i njëjti numër telefoni, ishte një sekuencë përpara se tipe i video, ne kemi telefonuar zonjën për të treguar transparencën e kolegëve tanë të cilët përderisa kanë marrë një intervistë ditën e ndjeshme në mënyrë të padrejtë, nuk kanë pyetur qoftë edhe për të zbardhur transmetimin e emisionit me zemër të hapur, që është i njëjti numër telefoni që po telefonojmë ditën e sotme këtë zonjë e cila do të na përgjigjet si çdi ajo në fakt për të përballur me video skandalin që babai i saj ka deklaruar në këtë studio që në rrjetin social Facebook prej njerëzve të bashortit ka qarkulluar 7 muaj me pamje, me zë dhe me figurë, gjë që ne nuk e kemi bërë ditën e premte. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Besoj se na ndoqe ku treguam transparencën edhe një herë që në të njëjtën numër telefoni të kemi telefonuar ditën e premte përpara se dilte video. Gjithsesi, ne kemi gjetur gjuhën e përbashkët të dyja, kemi 2 ditë që flasim bashkë me njëra tjetrën, të kemi porositur që ditën e sotme fëmijët mos jenë në këtë dëshmi tënden, besoj se janë larguar në një dhomë tjetër, apo jo? Në një ambient tjetër. Po. Do doja të dija versionin tënd në lidhje me videoskandalin, pse ky videoskandal, siç e Unë quhem Lul Naçaj. Po. Zonja bashkëshortit Peri Naçaj. Po. Dhe një video para pak ditë që është qit, dhe që është modifikua nga familjarët e tina, zoti Leonard Rukaj, me kunatin tem, Anton Naçaj dhe me kunatat e mia, Mimoza Rukaj dhe Shpresa Naçaj. Për të mluar një horrek, dven ata, për të bler burin tem me lek, për të folin burin jam, ju lutem shteti, mi qoni fëmin ku janë tem, fëmijët i kam rritun para tash 4 vjetë, se nuk ka ardhë dhëndër, nuk ka ardhë aqë, nuk ka ardhë gjysha, gjyshet një avlen 26.000, las një avlen një robë, fëmini kam rritun me familjen teme, a i burri jem ashtë një martum tash 4 vjetë në mërit, fëmijët e një s'kan pa një skandal t'il, Allah, përveç të qka kanë modifikua, ata familjarë, edhe aty në typ të kete të mbajnë typin. Jam një malsore, jam një shqiptare.
Do doja të dija, si është modifikuar video, apo ju keni rënë prej filmimeve? Modifikuar, është blerë me pare, dhe du të thënë që stas, kini ba gabimin ma të malë, njësës ju ka dalë telefoni jem, se më kishi telefonu jam motra 6 vlezne. Kam pas rrethin e hapun, kam pas familjarë, dhe ata i kanë pa në për televizione, në për Shqipni, në për tanë botë. Ne mund telefonojmë vetëm protagonistin dhe jo gjithë pjesarët e fisit apo të familjes, gjithsesi. Unë e dikujna jam, sot jam, a jam të familja, unë sot me flitë e misin, kanë një mua, tash në njëtë që i ka pas zotin i rritën të minë e mi. Do ndalojmë pak, ju thatë që është modifikuar video, në që mënyrë është modifikuar video? Është modifikuar për lullë hërdhekun atyne dhe për të poshnuar mua burjen dhe familjarët e tina zotnia Leonarqin Karra, dhe zotnia Zvet Naqaj dhe zonjet Shpresa dhe Mimoza Rukaj. Pra ju lutem, thonjet drejten, mos i thoni lekut, mos u mashtroni. Ne nuk mashtrojmë ashtu si që... Jam një grua vonume, jam një grua e rahu dhe shtypun, po pse s'ke marrë urdhër mbrojtje, zonja Lula, sepse ju e deklaruat edhe emrin tuaj. Pse nuk keni marrë urdhër mbrojtje, se urdhër mbrojtje është rëzuar nga gjykata? Urdhën e mbrojtjes me shku me pyet ju shtetin, se unë nuk e di, unë kam fëmijët e mi, pranë fëmijët e mi janë të lumtur, fëmijët e mi nuk kanë pa ne terrorizim vetëm ta 7 muaj në nata familjar, fëmijët e mi kanë mësuar me fol fjalë tista. Ata nuk janë gjinë, sa ta kishin kanë gjinë, nuk kishin dalë hiç aty me fola të fjalë. Me ba video, me qit gjana, me blu hardhakun me le. Typ këtë burrien që jasën shëda. Dahet gjithkush, por jo në kësaj nëret. I ka pëlqyer me marrë tjetër gruaja e tretë, le ta marrë. Jo me qit gruan dhe 2 fëmijë të mitun rrugash dhe një alan një dhëndrit dhe një vëllall. Zonja Lula, si është martuar burri juaj kur ju nuk keni bërë ende divorcin në Shqipëri? Si është i martuar? Bashkëton me një grua tjetër? Ai bashkëton jo, po ai është në gjenit familjes. Kam foton e tina pu përqafu me ta të i fanë familjarët e tina. Se ti e u gëzosh nusën dhe u plakshi bashk. Edhe kam mesazhet e zotnis Leonard. Ja, kjo është foto, Lula. Duhet një hapin media sigur të në ta di. Ja, ku i ke, në këtë momente po pasqyrojmë dhe po vërtetojmë këtë që po thua ti në këtë qaste. Megjithatë, zotria bashketon dhe nuk është i martuar, sepse ju nuk keni bërë divorcin në Shqipëri. Nuk e di se qa bëhet, po një kosë me gruan dhe me 2 fëmijë që ka shku për jetë më të mirë për familje, unë nuk e di atena. A ka divorc, a s'ka divorc. Një kosë ai nuk ka komuniku me familje, ai ka komuniku vetëm me ta fëmijët e tina që janë ble me pare. Si kanë mlu shërin e vet ata për me dhunu familjen teme dhe gjakun dhe tisin tem. Zonja Lula, Zonja Lula, babai jo tha që në rrjetin social Facebook ka qarkulluar video e plot me zë dhe me figurë. Prej 7 muajsh edhur nga familjarët e bashortit tënd. Pse nuk e reaguar ndërkohë që Facebooku diskutoi video jote? Ata i kanë modifikuar ata si kanë qitë bëlla faqe vetëm tu mi qu vlejse e mi, tu mi kërcnu vlejse e mi. Pra, jo që ka ndodhur në video, nuk është e vërtet që ka ndodhur? Ti nuk i ke pasur fëmijët pranë vetes? Ajo ka ndodhur sa është e manifikuar, ajo po ku është e modifikuar? Na thuaj në çfarë aspekti është e modifikuar? Ajo është për me mblu sherrin Llandri me punatën e shtëpisë që kanë pas punën bashk. Për me bashk kunatin tem Anton Naqaj. A kanë qenë fëmijët pranë teje, zonja Lula, apo jo në momentin e filmimit? Janë qenë, kush ka qenë? Fëmijët e tu, kanë qenë pranë teje? Fëmijët e mi kanë qenë në gjumë, fëmijët e mi nuk din asë një gja, asë vetëm për çka i kanë punua këta familjarë për 7 muaj. Fëmijët e mi kanë kërku marrë të nana, mu më kanë kërcnua, mu më kanë ra, jam me raport, jam me çdo gjë, jam me drejt gjithë ku doni ju. Nuk më ka përmend kush për këto fjalë stista si kanë qitë për këto video. Ju lutem, zbarni këtë ngjarje. Unë sot s'kisha kënë gjallë me bama se pa thirrve shtetin për njim. Se ka dash me myt, ka dash me mbra. Po pse s'keni marrë urdhër mbrojtje të shërëzuar urdhër mbrojtje, zonja Lula? Urdhën e mbrojtjes mundi me pyet ju ata, se pse nuk e kanë marrë, unë nuk e di se pse. Se ata kanë vendosur dhe unë nuk e di se pse. Urdhë i mbrojtjes nuk ka bërë për këtë gjë. Sepse të shkosh e dhunuar dhe të mos marrësh urdhër mbrojtje, kjo është e pafalshme. Më falë, një grua dhunume, prej 4 vitesh rrugash me 2 fëmijë të një mu familja mua, dhe sot dalin një lander dhe një kunat me kryet net dhe me një ftyrë të barë,
e dhe të thonë, shih një video se qka është ba, a i ta vejnë videon dhe t'i vejnë gjonat në për familjen e vetë se ka në ma nevoj. Zonja Lula, ti dhe personi që nuk dukeni në video, as ti dhe as personi dhe as fëmijët, çfarë raporti i keni pasur? Unë kam pasur raportin si fëmijët e mi nuk din aso një gjatë keqe, nuk din aso një gjatë tillë. Jo, ti dhe personi qarë marrëdhëniesh keni pasur me njëri tjetrin në shjeta jote? E pa diskutueshme? Jeta është e jenja, nuk është për me, unë kam pas marrë një burë, a i mos që pa keni zoti një gruje, le mos ti të martua, a burë me 3 gra, e treta grua bashkëton me ta në Amerikë. Pra ai me mlanë mua, e ndorë të vandrit, e ndorë të vlajt, e ndorë të kunatave, të ati e dhe të këti, edhe me më poshtnua fëmin, i ka mëso fëmin me folë fjallë ma të pista për mua, ta kenë tyrpin ma të malë, ta kenë tyrpin ma të malë. Mirë, mund të më sjaron shpak rrethanat e videos jeti, është personi tjetër dhe 2 fëmijët në gjumë, apo jo? Që unë dua prej josh që këta fëmi, prezent me nanën e vetë me mu marrën pyetje këta fëmi që janë të impunuar prej familjes naqaj. Atëherë, ju, zonja Lula, nuk më dhatë ndonjë shpjegim se çfarë raporti keni me personin që është në video. Ju thoni që fëmijët në momentin që ka hyrë kunata juaj kanë qenë në gjumë. Keni qenë në të njëjtin krevat, ti, personi dhe 2 fëmijët? Jo, nuk kam qenë krevat. Nuk kanë qenë krevat, kanë qenë në të njëjtin ambient. Jo. Kanë qenë në të njëjtën dhomë me ju? Jo. Nuk kanë qenë në të njëjtën dhomë me ju? Jo. Jeni e sigurt për këtë? Fëmijët e mi nuk kanë pa gjanë, këtë ta di shti. Fëmijët e mi nuk janë dënume në të financëve, dënume janë për japën e familjarve. Ju kuptova, ndërkohë unë kam raportin dhe vlerësimin psikologjik. Janë disa psikologe të cilat flasin jo vetëm për ngacmimet që ndoshta duken qartë në video, fëmijët tuaj në të njëjtin ambient që ju thoni që janë prova të manipulueshme, por vajzat 8 vjeçare kanë nxjerrë edhe emrin e një 83 vjeçari i cili është nun në familjen e babait tënd. Mund të më shpjegoni pak përse ky zotëri 83 vjeçar ka ngacmuar seksualisht vajzën tënde? Çfarë raporti ke pasur ti me të? Ashtë rrena jo gjanë vetëm me poshtnua mua dhe me marë fëmin dhe me mi cu në Amerikë të një njërë dhe me ilanë të 2 plek, të një pianet dhe të një flake smurë. Pra, këta fëmi nuk dorin askun pa mytë mua. Fëmijët i kam rritë vetë me sakrificën më të madhe. I kam rritë vetë me sakrificën më të madhe fëmijët e mi. Dhe kam hunë jetën jam 32 vjeçare. Dhe sot munohen me më poshtnua një malësur, një kelmen, tyrë këta ketën. Ta mbajnë dekun, ta mbajnë blerën, ta kanë blerë, ti mbajnë të gjitha. Zonja Lula, raportin e vlerësimit psikologjik nuk e kam bërë unë. Raportin e vlerësimit psikologjik e ka bërë zonja Mimoza Gjurkaj. Është psikologja çështjes. Mund telefonosh me ta, mund t'i tregoj. Ja ku e kam në lidhje telefonike, telefonojmë zonjën Mimoza. Zonja Lula, qetësohu. Dëgjojmë dhe përshëndesim zonjën Mimoza. Zonja Mimoza, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që pranove ftesën e emisionit Me Zemër të Hapur, sepse ditën e sotme kemi telefonuar dhe prokurorin e çështjes, i cili nuk ka qenë i gatshëm të jetë në transmetim të drejtë për drejtë, se për fajt të këtyre institucioneve që nuk është rënë zgjidhje këtij problemi, kemi një familje të shkatruar, por interesi më i lartë i joni, kam thënë edhe një herë, janë fëmijët. Mund të më thoni pak, sepse kam vlerësimin tuaj psikologjik të 2 fëmijëve dhe raporti më i fundit i juaj është me datën 7/7/2017. Çfarë ka ndodhur dhe çfarë ka dëshmuar vajza 8 vjeçe, është edhe nëna në lidhje të drejtë për drejtë paralele me ju? Po. Atëherë, në datën 22 qershor ka marrë detyrat nga gjykata rrethë gjyqësor Shkodër për të shikuar dhe për të vlerësuar një rast në të cilin unë nuk isha në dieni, që më përpara ishin marrë 2 psikologë përpara meje dhe unë isha e treta psikologe, me qenë se për arsye të pagesës, ato kishin refuzuar sepse ishte 1 milion pagesa e psikologëve dhe pa ala padise nuk ishte dakord. Në momentin e parë që unë ndora kontaktin me familjen të Peri Naçaj, aty filluan problemet dhe diskutimet e shumta, domethënë për të heqjen e përgjegjësisë prindërore të Lulës Naçaj, për arsye sepse nëna ka bërë një vepër penale me të cilën as prokuroria as gjykata nuk ka marrë një masë paraprake për veprën e saj. Por unë në këtë rast nuk isha për të vlerësuar veprën e Lulës, por isha për të vlerësuar vlerësimin e fëmijëve në lidhje në raport me nënën, në raport me gjyshat nga nëna, në raport me
prindërit e Peri Naçajt në raport me familjarët me të cilën fëmijët kishin jetuar dhe bashkëjetuar për 7 muaj që në momentin që nëna ka qenë, domethënë, e dhunuar sipas lulet, e dhunuar nga ana psikologjike, dhe unë domethënë në takimet e radhës që unë kam bërë disa herë, kam shkuar dhe në fshatin Bukël, ku është një orë larg Tamarës, për të shikuar dhe anën social-ekonomike, ku gjyshja, domethënë nëna e lulës, në çdo kohë që fliste për fëmijët, ajo qante gjatë gjithë kohës. Dhe thonte rreziku jonë është që nisi kemi fëmijë të pranë. Më pas ka qenë dhe kontakti tjetër që kemi bërë tek një kafe me prezencën e hallës, me prezencën e 2 gjyshave dhe të avokatës dhe 2 fëmijëve të mitur, që ishte kontakti për të shikuar atashimin nën fëmijë, për të shikuar dhe atashimin e 2 gjyshave të zotit që është në studio dhe në bashkëshortës së tij. Po në atë moment fëmijët në çdo çast ishin ishin gjithkohësh të impresionuar, ku fëmijët në çdo çast vetëm shikonin figurën e hallës, shikonin figurën e 2 gjyshave dhe shikimin tim dhe të avokatës. Dhe në momentin që fëmijët ishin prezent me gjithë pjesëtarët e familjes, në atë moment u refuzua takimi i fëmijës me nënën, sepse fëmijët ishin të mësuar në atë mënyrë që nëna ka bërë gabime, nëna ka fut burrin e huaj në shtëpi, nëna ka dhe një lidhje me një burr 87 vjeç në familjen e gjyshave nga babai, nga nëna, në Bukël, dhe mbas disa minutash në vizatime që po bën vajza po interpretonte, ishte edhe figura nënës, që besoj edhe psikologja në studio, dhe po të marrim të gjithë psikologët dhe të vlerësojnë vizatimet e vajzës së mitër, që emri nuk kam dëshirë ta jap në studio. Vajza tregon domethënë që dashuria dhe atashimi për nënën është bajagi i mjaftueshëm pavarësisht situatës së ndodhur. Dhe me datën 13 korrik, dhe më duket ka qenë ditë e ejte, në orën 2:10 minuta, më ka marrë zoti Peri Naçi nga Amerika, duke me kërcënuar dhe duke me akuzuar që unë kam qenë bashkëpunëtore në marrjen e fëmijëve, ku në këtë rast më ka akuzuar edhe zonja Mimoza Rukaj, me të cilën unë kam e të gjithë mesazhet e kërcënimeve duke me provokuar. Kam edhe po ashtu dhe avokatja me të cilën më thonte që ti ki qenë ajo që i ke thënë shko të marrësh fëmijët, një kohë që unë nuk jam e aftë të jap, domethënë ato informacione apo të ndihmoj, sepse pjesa ime është të shikoj atashimin prind të fëmijë dhe mos jem bashkëpunëtore, të mos jem e njanshme në asinën palë. Dhe zoti Peri Naçaj, nga SMS që më ka dërguar në Skype, dhe thyrjet e pafundme duke me kërcënuar dhe me jetën time, bashkë duke kërcënuar dhe gjykatën. Iku dhe kjo pjesë, me datën me 16 korrik, ishte që unë si psikologe të dorëzoja aktin e vazhdimsi, por duke qenë se fëmijët, kur janë marrë nga Kopliku për të shkuar tek gjyshat e tyre, ato kanë pasur çik probleme në trup dhe nuk e kanë sjellë fëmijën në Shkodër. Dhe normal raportin unë kisha si ta bëja në mungesë duke mos shikuar atashimin prind fëmijë. Të kuptoj, me datën 16 kam kërkuar gjykatës që kërkoj vetëm disa ditë kohë që të përfundoj të shikoj atashimin prind fëmijë, sepse nëse unë nuk shikoj atashimin prind fëmijë me fëmijët, unë nuk mund të dal në konkluzione. Dhe rasti është specifik, sepse këtu nuk është një zgjidhje martese, këtu është heqja përgjegjësisë prindërore e nënës për një vepër penale, siç e quajnë prokuroria apo gjykata, po jo psikologu, sepse unë jam këtu për të vlerësuar Lulën apo zotin Peri Naçaj që është 4 vite në Amerikë. Ku zoti Peri Naçaj ka deklaruar përpara meje sepse fëmijët e mi do të rriten me njerëk dhe ty s'ka që të duhet ti bëj detyrën tënde. Dhe në qoftë se ti si psikologe jep nënës fëmijët, unë do të zhduku ty bashkë me gjykatën. Kuptoj. Zonja Mimoza, nga vlerësimi dhe atashimi keni bërë punë të mirë, do doja të ndaloja vetëm në një moment. Vajza ka shprehur shqetësime të ngacmime seksuale të këty? Vajza ka shprehur që... Ka shprehur, po. Vajza ka shprehur disa gjëra të vogla, por që nuk kanë lidhje me psikologën më përpara, gjithë ato më ka thënë nuk kam dëshirë të flas. Ka që shprehur e mitura përpara meje. Pra ka shprehur disa dyshime për ngacmime, me emra konkret besoj,
Dhe flasim për zotrin 87 vjeçar në mos gaboj? Po. Por ju keni parë atashimin e fëmijëve me nënën dhe për këtë vendosët t'ia dorëzonit nënës, apo jo? Po, kjo është më se e dukshme, jo unë si psikologe, po t'jenë edhe të mbledhen gjithë psikologët e gjithë Shqipërisë, ose një qendër rehabilitimi të shikojnë këto fëmijë në lidhje raport nën-fëmijë, me qenë se unë atë ditë kam shkuar në Tamar, duke mos i dhënë fëmijëve që të vinë në Shkodër dhe të lodhen nga rruga. Kam shkuar në Tamar, duke mos qenë në dieni nëna dhe fëmijët, kam marrë telefonin tim e kam futur në një xhep në këmish, duke normal që nuk është aq normale të bëj një gjest të tillë, por duke shikuar që ato mos interpretishëm që ose shikoja tashimin prind të fëmijë. Dhe i kam dërguar babait në Amerikë një SMS në Viber dhe kam thënë, ke dëshirë të komunikosh me fëmijët me qenë se ke një javë pa komunikuar, më ka thënë po. Biseda midis vajzës dhe babait ishte një bisedë e qetë, ku vajza i tha babi tha, do të na marrësh edhe mua dhe mamin atje. Ma premtoi tha babi dhe babi tha po, ta premtoj. Mami tha ka bë gabime, por unë ta e kam falë ta për gjana që ka bë mami. Po si ka mundësi një vajzë 8 vjeçare të flasë për gabimet e nënës? Kush ishin këto gabime? Kështu shpreh vajza për gabime, mami ka bërë gabime. Kështu shpreh vajza gjithmonë në biseda dhe nuk jep shumë më tej sqarime, veç të mami ka bërë gabime, po unë ja kam falë. Moza, nuk do ishte më mirë ti si psikologe dhe një psikologe tjetër të merre me fëmijët dhe të flisnim më të sigurt për sa i përket të ngacmimeve seksuale që kanë ndodhur, sepse ndoshta duke ja rikthyer nënës, e rikthejmë fëmijët ndoshta në disa veprime që nuk duhet të ishin bërë më përpara, por që mund përsëriten përsëri në sy të tyre. Ky është një rrezik dhe një pikpyetje edhe për ty si psikologe, apo jo? Po. Mos do ishte më mirë që fëmijët jetonin veç nënës, veç babait, derisa gjykata të shprehej pikërisht për atë vepër penale që ju thatë? Kjo është, këtë gjëja kam kërkuar edhe unë. Kujta ke kërkuar, Moza? Kujta ke kërkuar këtë gjë? Ja kam kërkuar edhe gjykatës një gjë të ju, dhe më thënë që fëmijët o një qendër rehabilitimit ose një qendër zhvillimit në Shkodër që të merret dhe fëmijët të jenë veçmas sigurës nënës, babait, gjyshes, dhe fëmijët të kenë, mos jem unë si psikologët, me qenë se unë jam e gjyqëtori dhe nuk mundem të jem pjesë e kësaj, dhe kam kërkuar që fëmijët të vlerësohen nga psikologë të tjerë. Dhe unë, si psikologe, kam vlerësuar me qenë se fëmijët kanë një atashim me nënën, deri në ardhin e babait të qëndrojnë me nënën. Me qenë se nga ana ligjore juridike, besoj edhe avokati në studio e di këtë pjesë, duke qenë se babai ka 4 vite në Amerikë, nuk ka ligj apo që të marri për baba kujdestarin apo përgjithësi të hiqet nënës se ta marrin babai kur babai nuk është në Shqipëri. Por në qoftë se pala tjetër është po e rrezikshme për ngacmimet seksuale, po në këtë rast? Si mund veprohet mi mos? Kërkohet një vlerësim psikologjik i gjithë psikologëve. Po ta kishe kërkuar përpara se të flisnim për atashimin e fëmijës me nënën, ne për fëmijët jemi që ditën e premte dhe deri më sot duke dhënë mesazhe për publikun për këtë shtet që duhet kisha reaguar në këto 7 muaj, një vlerësim psikologjik i fëmijës, në qoftë se janë ngacmuar seksualisht apo jo përpara atashimit me nënën, duhet ishte bërë kjo e para. Gjithsesi Moza, për mua ishte i qartë, kolegja jote Angela Peza ka pyetje. Po, Angela. Përshëndetje, zonja Mimoza. Në fakt, një nga pyetje që unë kisha e drejtoj zonja Evis, rekomandimi yt kryesor për këtë çështje kush është? Përpos gjithë dilemave dhe problematikave etike, alienimit prindëror që keni vënë re, sigurisht nga ana e gjyshërve dhe jo nga ana e nënës atë keni investiguar, mendoni se ata prindër janë të denjë për fëmijët? Njëri është në largesë, është në distancë, ndërsa tjetri paraqet rrezikshmëri. Atëherë, mendoj dhe më thënë që për një zhvillim psikosocial, kush ka qenë rekomandimi yt kryesor, domethënë në këtë çështje? Unë rekomandimin kryesor e kam dhënë vetëm për faktin me qenë se babai nuk është në Shqipëri dhe këto fëmijë mos jenë si top futbolli herë tek gjyshi, herë tek nëna. Por këto fëmijë të shikohet është një rast specifik. Dhe këto fëmijë të vlerësohen nga psikolog, një qendër rehabilitimi, ku të jetë edhe nëna pjesë e kësaj terapie, dhe më mos jetë vetëm fëmijët, por jetë edhe nëna. Sepse në vlerësime që janë bërë, nuk kam kërkuar që nënës t'i bëhet një vlerësim neuropsikiatrik. Po, e kam lexuar. Nga informacionet e babait më ka depozituar një letër, e cila ajo nuk ka probleme psiqike, sepse kjo gjë do ta lëndonte situatën, po në këtë rast duhet të ndihmojmë këto 2 fëmijë të mitër. Me qenë se këto fëmijë kanë që të premten dhe sot
kanë kaluar 3 ditë, është diçka që edhe ato po impersonohen dhe po dhunohen për së dyti herë nga ana psikologjike. Oke, atëre, zonja Mimoza, këtu deli dhe më qartë ana juaj profesionale, që thotë rekomandimi im kryesor, është që këta fëmijë të ndiqen nga disa psikolog pra në një qendër rehabilitimi, ku pjesë e terapisë të jetë edhe nëna, meqense babai është në mungesë. Sepse pak më parë, ndoshta edhe linja telefonike u ke shkuptuat duke dhënë një tjetër opinion dhe jo ky që të paktën unë lexova dhe tek raporti juaj. Faleminderit. Zonja Mimoza, në lidhje tjetër paralele është edhe zonja Lula që ka dëgjuar të gjithë prenoncimin tënd të drejt për drejt në këtë studio dhe unë të falenderoj. Lule dashur, më dëgjon? Lula, më dëgjon? Po. Besoj ke diçka për t'i thënë psikologës? Po, ndëgjova psikologën. Po, je dakord me gjithçka që ajo tha? Unë jam dakord për fjalët që kanë kënë të vërteta. Dhe për pista që kanë folë, për fjallët e njëta që kanë folë, ata i kanë imponu fëmin për me marë fëmin mua. Dhe me më poshtu mua dhe me më luhër dhekon e atine personave që kanë mrenë. Edhe asaj gru si ka pranaj. Ke diçka fundit për të më thënë, zonja Lula, sepse duhet ta mbyllim këtë telefonat me ty dhe me zonjën Mimoza. Edhe unë dua të thëmë që dua drejten edhe dua të thëmë bashkëshortit tim Perin Aqaj, mos u blej me pare, mos e pushno familjen tane. Poshno ata që kanë poshnu ty. Kjo është një thirrje për ribashkim? Ka të bashkëshortit tim, e ke marrë gruan, ke ba gabim, ke lanë gru, edhe 2 fëmijë, njëtën 2 yje në Shqipni. Edhe ta ma gjenosh që si ka me shku jeta jote. Se ashtë gjena, t'ja këthesh shpinën një gruës në 32 vjeqare me 2 fëmijë njëtën. Lula, kjo është një thirrje për ribashkim? Ta qosh një familje me familjarë të tu, ta qosh në rrugën e keqe. Të blesh me pare, shitesh me pare. Këtë kam për të thonë vetë dhe ju do të thënit vërtetën. Mitë janë të mitë, mitë i kam rriton, mundni të merë një mitë me mua në pyetje. Mitë janë të impunun prej 7 viteve, prej syne personave që ka ndash me martë mitë, që kam foton me bashkëshortën burri e matje, dhe zotënja Leonard që më ka ra, dhe vjehri që më ka ra, dhe kunata, dhe dhe me thonë, janë me në regula me gjësqajnë. Ju lutem, merë një masat mirë. Mos të më kundërshtoni mua në ato video që kini qitë jo. Po, atër, zonja Lula, edhe diçka të fundit. Kjo thirrje fundit për bashkëshortin tënd është një thirrje për ribashkim, sepse ne kemi folur dhe në orët e para të mëngjesit, dhe me sa duket, ndoshta mund të ketë një ribashkim tuajin, tëndin edhe të Perit, si mendon? Unë mendoj se aja është gruaja e tina. E kam ditë tash 4 vjetë për mjetë Facebooku të shkrujt me gra dhe me vajta të usanë jam beqar. Lanë një grua me 2 fëmijë në Shqipni, rrugash, edhe të thonë jam beqar me gjithë grua tjetër në për Facebooka. A do ribashkosh edhe njërë me bashkëshortin tënd, apo jo? Gjithçka është mbyllur. Me bashkëshortin tënd kam folë edhe më ka kërcnu me jetën. E më ka thonë do t'i pres vojtë dhe në qafë, do t'pres ty në qafë. Në qëfar arsye do të mpresin a i mund qafë, një kohë se e ka pizbleku na i vetë me familjarët e tina. Në qëfaret, jeta ashtë e jemja, mishët e gjakut janë në lanë, si kur e ka me nuaj. Mitë nuk i kam zunum prej nanës, po i kam të rritun dhe i kam të mrekullum. Falemderit edhe njërë, zonja Lula, që ishte në këtë transmitim të drejt për drejt, vetëm të dyja palët, keni jetën tuaj private, por mendoni më shumë për ata fëmijë. Unë të falenderoj dhe të përshëndes. Unë mendoj për fëmijët e mi, do të thëmë, para Shqipnis, para media, para botet. Fëmijët e mi kam rritur me sakrificën më të madhe dhe kam lidh jetën 32 vjeçare të rrisë të fëmijë. Pa deg vetë të fëmijë do shkojnë kurkun. Baba ashtë i tyne. Le baba një interesov, ti majnë. Ju qojnë që i të kënë për babë. Unë jam nana. Edhe ju ti majnë 2 gjyshat, ti majnë një mirë, ti majnë një halë, ti majnë një kunat, ti majnë një kunat. Ata prej sateliteve, se nuk ashtë qua $100 prej kunatit, me thanë bleja roba ose bleja ose smilit. Po, a qua kuna dash me myllë hardhekun e gruz vetë, edhe me më poshnu mua, me bashkëshortin tem atje. Pra, merë një mirë edhe këto masa, edhe këto gjana si keni marë për sipër bashkë me Zek Naqaj. Falemderit të përshëndes, zonja Lula, ishe qartë në gjithë shka çfarë keni deklaruar ditën e sotme. Falenderoj edhe psikologen zonjën Mimoza. Falemderit edhe njerë për këtë prenoncim të drejt për drejt, shkëputur nga pushimet tuaja për qenë me anë të kësaj telefonate në studion tonë. Pak publicitet dhe rikthehemi me njerë.
Ishtemi jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë, ashtu siç e shikoni edhe nga plani i madh i regjisë, shpeshherë në hapësira publicitare ka diskutime në studion e emisionit Me zemër të hapur për ato që ndodhin drejt për së drejti, me sa duket të gjithë ata që kanë reaguar edhe në faqen tonë të Facebookut asnjëherë nuk po mendojnë për interesin më të lartë të këtij fenomeni që po ndodh në Shqipëri. Po flasim për 2 fëmijët e vegjël, të cilët i është bërë një vlerësim psikologjik atashimi me nënën dhe asnjëherë nuk ja marrë për bazë dëshmia e vajzës 8 vjeçare, e cila ka deklaruar që është ngacmuar seksualisht. Pa u dhënë kjo, është bërë një tjetër vlerësim psikologjik për atashimin e këtyre 2 fëmijëve me nënën. Pa vlerësuar prokuria dhe gjykata në qoftë se jemi përballë një vepre penale të konsumuar nga nëna e 2 fëmijëve. Kemi thënë edhe një herë, jeta private e zonjës, jeta private e zotrisë nuk duhet të cënojë 2 fëmijët e tyre, edhe pse ata janë ligjërisht prindrit e tyre. Këtu duhet marrë masa shteti, ka 7 muaj që qarkullon në rrjetin social Facebook, thon nga zoti Marash kjo video, dhe gjykata dhe prokuroria e rrethit Shkodër ende nuk ka marrë, po kalon në një konflikt të hapur, tashmë duke futur në lojë edhe media në një konflikt të hapur interesi dhe askush nuk po flet për këta 2 fëmijë të vegjël. Ndërkohë, zoti Marash kishte diçka për të më thënë përpara se të marrë fjalën avokati? Po, vazhdoj avokati. Jo, vazhdoj avokati. Atëherë, vazhdojmë avokat për të sqaruar dallën. Mos ja kam nisë ala me fol. Po, jo, nuk ka folur avokati deri më tash. Po, atëherë, faleminderit. Po, duke parë të gjithë të ngjarja, duke parë të gjithë këtë në ndjeshmërinë e të gjithë opinionit publik, që ka reaguar pozitivisht dhe negativisht për sa i përket këtij fenomeni, ne këtu jemi për të kritikuar të gjitha veprimet apatike ose veprimet ose mos veprimet e kryera nga shteti, i cili duhet të reagonte që në momentin e parë dhe jo edhe sot e kësaj dite që ne kemi 7 muaj sipas të gjithë dokumentacionit që këtu, që ka ndodhur ngjarja dhe shteti përsëri flegjum. Ne këtu jemi për të mbrojtur 2 fëmijët e vegjël që janë të pambrojtur ligjërisht. Ne nuk jemi këtu për të mbrojtur as njërën palë, as palën tjetër dhe as për të paragjykuar ose për të gjykuar veprimet e personave që janë të rritur në moshë madhore dhe din të kryejnë veprimet e tyre në mbështetje të ligjit ose kundra ligjit, të cilët përballen vetë pasaj me koshiencën e tyre përpara ligjit. Ne këtu jemi për të mbrojtur vetëm 2 fëmijët e vegjël të pambrojtur. Gjë që prandaj ka dhe konventa ndërkombëtare të cilat janë në mbështetje gjithmonë të fëmijëve të vegjël dhe të fëmijëve të mitur. Ngjarja që ka ndodhur unë pash edhe këtë kërkesë padin e kryer nga padici, e para përpilimi i kësaj kërkesë padie ka shumë të meta, pasi këtu nuk kërkohet zgjidhje martesës, po kërkohet heqja e përgjegjësisë. Ne në radhë parë duhet për veprimet e kryera duhet të kërkohet zgjidhja e martesës dhe pasaj të kalohet brenda asaj zgjidhjes martesës, kalohet edhe ke heqja e përgjegjësisë prindërore që është pjesë tjetër. Njëri fenomen. Fenomeni tjetër ka të bëj me kujdestarin ndaj 2 fëmijëve. Në qoftë se do të kishte reaguar që në momentin e parë të ngjarjes qendra sociale për rehabilitimin e fëmijëve në Shkodër, ne sot do të ishim në një situatë krejt tjetër. Jo në një situatë kaq armiqësore ndërmjet 2 familjeve. Marrja e fëmijëve, mirë, dakord, marrja e fëmijëve, sepse ne nuk jemi edukuar akoma me qendrat sociale për rehabilitimin dhe për trajtimin e fëmijëve. Sepse është një fenomen i ri në Shqipëri, por dhe me vetë aktivitetin dhe dinamikën e këtyre qendrave sociale që sot janë akoma në gjumë e sipër, ose kryen veprime sa për të treguar në media që ne po kryejmë veprime, nuk janë akoma eficiente në kryerjen e veprimeve. Pjesa tjetër ka të bëjë me urdhrin e mbrojtjes që kishte kërkuar vajza juaj për sa i përket. Nëse vajza juaj do të kishte me prova dhe me fakte, do të kishte argumentuar në gjykat duke lënë për dëshiruar dhe gjykatat të Shkodrës dhe të gjithë gjykatat e rretheve në përgjithësi. Por po përqendrohemi vetëm ke gjykata e Shkodrës. Nëse vajza juaj do të kishte argumentuar me prova të gjitha ato pretendime
që ajo ngrinte përsa i përket kërkimit të urdhrit të mbrojtjes ose urdhër të menjëhershëm të mbrojtjes, janë dhe 3 instancat e tjera që ajo duhet të vazhdonte për të kërkuar urdhrin e mbrojtjes. Është gjykata e apelit që është përsëri në Shkodër që duhet të ankimoj kundër vendimit të shkallës parë, dhe në qoftë se dhe gjykata e apelit do të rrëzonte kërkesën, do t'i drejtoheshe gjykatës lartë e cila për të tilla veprime reagon shumë shpejt dhe ajo do t'jepte edhe ajo një qëndrim të saj për sa i përket urdhrit të mbrojtjes dhe për mbrojtjen e nënës së 2 fëmijëve dhe të vajzës tuaj nga kërcënimet ose nga reagimet e mëtejshme negative të kryera. Pjesa tjetër ka të bëjë me veprimet e kundëralishme të kryer nga Patici ndaj psikologes Mimoza Gjurkaj. Këto janë kërcënime që ne tregojmë edhe njerë nivelin ton dhe mungesën e njohjes së ligjit ose fuqin e dobët të ligjit në vendin ton. Që do të thotë, kush merr guximin të kërcënoj një punojse e cila është në detyrë, siç ishte Mimoza Gjurkaj, sepse quhet një person në detyrë nga mbasi i merr një detyrë për të bërë një akt ekspertimi psikolog, ai shtetas duhet të dënohet dhe ligjit duhet të veprojë shumë forcë ndaj të gjithë atyre që kërcënojnë të gjithë punonjësit që janë në detyrë. Qoftë psikolog, qoftë avokat, qoftë punonjësi i shtetit, ose qoftë punonjësi i strukturave të tjera që janë në shërbim të shtetit. Pjesë tjetër ka të bëjë me prokurorinë. Prokuroria e Shkodrës lë shumë për të dëshiruar për të gjithë këtë dhe fërkon duart kur të dyja ju familjet sot jeni në një armiqësi të hapur me njëra tjetrën dhe fal jush të dyja palëve nuk ka viktima, fal jush, sepse në momentin që do ketë një viktim, atëre mund të ndërhyjë prokuroria dhe filloj prokuroria të tjeri akuzën e saj, se edhe gjoja të bëj hetimin se kush e ka fajin dhe kush veproj dhe kush të veproj dhe merrem qafë jetët e njerëzve. Kjo është përgjigje për gjithë ata që janë skeptik pse ky rast duhet vinte në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe të mos lihen në dorën e prokurorisë dhe gjykatës. Zvarritja në këto 7-8 muaj ka bërë që familjarët ta bëjnë publike. Zvarritjet sollën të gjithë atë rezultat që sot jemi, pra sollën gjithë atë që ne sot jemi pranë këtij emisioni dhe po diskutojmë, të dyja familjet po diskutojnë për të njëjtin fenomen pa paragjykuar asnjë lloj veprimi. Gjykata duhet kishin reaguar përsëri shumë forcërisht për sa i përket këtij fenomeni dhe pjesa e fundit i ngelet organizatave jo qeveritare për edukimin dhe mirëritjen e fëmijëve. Një kritik kam vetëm për psikologen, e cila me të marrë detyrën duhet të kishte kontaktuar dhe me qendrën e rehabilitimit të Shkodrës, nuk mund të mbetej vetëm ke akti i ekspertimit, por të kishte ka hallkat e tjera për të kërkuar dhe për të lëvizur, për të trokitur në dyert e strukturave të tjera me qëllim për të mbrojtur jetën e dy fëmijëve. Që nuk ishte detyra ime. Vetë me psikologe sepse duhet po e marr, po e vazhdoj kështu që nuk mund të bëjë të gjitha vetëm me psikologe sepse duhet dhe mbështetja e gjykatës dhe duhet dhe miratimi i prindrit kujdestar në ato momente. Sigurisht që pala ka reaguar, pra pala Padice ka reaguar sepse me datë 13 korrik ata thonë që janë marrë fëmijët nga ana e policisë forcërisht, ndërkohë që fëmijët kanë patur traumën e tyre kur ka kaluar. Duhet specifikuar një gjë shumë e madhe, që objekti i emisionit nuk është a është dënuar gruaja, jo se këtë e bën më pak të rëndësishme, jo se jemi më pak të ndjeshëm a është dënuar vajza juaj. Sigurisht që kjo gjë është për të dënuar nga ana ligjore. Jo se ne duam të dim apo duam të informohemi dhe përbën një informacion shumë të madh nëse zotëria në fjalë babai i fëmijëve ka një tjetër martesë në shtetin amerikan. Nuk jemi këtu për të folur për marrëdhënien e keqe midis kunatave, vjerrit dhe vjerrës dhe nuses. Ne jemi për atë traumë që shikojmë tek fëmijët, sepse fëmijët kanë një figurë jo të sigurt atashimi me babain, që komunikon vetëm nëpërmjet Skype dhe nëpërmjet Viberit,
me nënën, të cilët ka ndodhur kjo krisje ka që madhe emocionale me dispalve, dhe ata janë fëmijë të mitur, nuk e kanë logjikën e tyre të duhur për të kuptuar se kush është e mira dhe kush është e keqa. Është mos e qartë, unë kam lexuar dhe në për raportet psikologjike dhe për ato që mua më kanë thënë psikologet e tjera të rastit. Fëmijët kanë një atashim të mirë me nënën, e duan nënën e tyre, duan të qëndrojnë me të. Jam në rregull apo jo? Duan që të qëndrojnë me të, ndihen mirë, sepse është i vetmi prind që ata kanë, është i vetmi prind i sigurt, pavarësisht se atashimi i tyre është i pasigurt. Por e gjithë kjo zvarritje e tyre, ta marrësh me forcë nëna dhe gjyshi, ta marrë me forcë mamaja e tyre, të ndodhin gjithë të trauma të filmuarit me video duke parë dhe ato dhunë në sy, sigurisht që këta fëmijë janë të traumatizuar dhe duhet patjetër një ndërhyrje, ashtu sikur se tha dhe kolegja në fjalë, e një qendre që të ndjekin në terapi jo vetëm fëmijët, por edhe nënën. Pra ne kemi një familje në krizë, nuk bëhet fjalë tu për çështje morale, nuk është se jemi për të gjykuar e tradhtoi kjo se ai ishte martuar atje, po se kishin 4 vjet të ndarë. Zonja është shumë e respektuar për zgjedhjet që bën nga gjithë ne, ashtu sikur se dhe zotria janë të respektuar, por zgjidhja e martesës nuk është në këtë formë. Ne nuk flasim këtu për çështjen e martesës, flasim për atë që është interesi më i lartë, fëmijët, si do të zgjidhet ky fati i fëmijëve, çfarë do të bëhet me këta fëmijë, do të vijojnë duke u tërhequr zvarr nëpër gjykata pa ditur se si do shkojë ecuria e kësaj, atëherë do të fillojnë të gjithë që, sepse gjyqi me informacionet që kemi bëhet dhe me dyert të hapura, pra nuk është se bëhet në dyert të mbyllura duke u mbajtur një privatësi e plot. Të gjithë këto janë dilemat që ne na bëjmë që kjo konventa e të drejtave të fëmijëve të zbatohet për sa i përket, se fëmijët nuk janë vetëm Tiranë, kemi fëmijë në gjithë Shqipërinë dhe ne duhet kujdesemi për gjithë ato, me aq sa ne kemi pushtetin për të kujdesur, me aq sa ne kemi mundësinë për të kujdesur pa këta fëmijë. Sigurisht që askush nuk mund të thotë që fëmijët të rrinë pa babain dhe fëmijët të rrinë pa nënën. Pra keq përdorimi i fëmijëve si nga ana e babait nëpërmjet videos dhe filmimit. Keq përdorimi nga ana e nënës duke i mbajtur shumë pranë në jetën e saj private, përbojnë kundravajtje penale për të dy, prandaj fëmijët është e mira të shkojnë në një qendër sociale, thoni ju. Por ka pasur edhe nga ata shikues të këtij emisioni që kanë qenë skeptik për këto qendrat sociale, sepse edhe në qendrat sociale kanë qenë televizione dhe kolegë tanë, edhe ky televizion që ka denoncuar raste shpeshherë edhe të dhunës dhe të abuzimeve me këta fëmijë. Atëherë çfarë po ndodh? Po ndodhi dhe kjo që edhe nga ana e gjykatës nuk është bërë një investigim i mirëfillt. Për shembull nuk ka një raport mjekoligjor, siç unë kam thënë në emisionin e kaluar, për të ditur nëse të gjitha ato që ne pam në video vërtetohen shkencërisht, pra me gjuhën shkencore mjekësore apo jo. Nuk ka një kohë të mjaftueshme që një psikolog, të paktën me atë çfarë tha dhe zonja në fjalë, zonja psikologe, që nga muaji qershor ka marrë dhe ka dorëzuar raportin në muajin korrik. Pra duhet parë gjithë kjo jetësori, me faktin që policia ka shkuar dhe i ka marrë me forcë fëmijët nga nëna dhe nga gjyshi dhe i ka kthyer. Po mirë, pa dalë një vlerësim psikologjik të a janë të molestuar seksualisht këta fëmijë, si mund të dali një raport psikologjik dhe një vlerësim pikërisht për atashimin e fëmijës me nënën, pa u dashur para? Këto janë... Sepse në qoftë se fëmijët janë në rrezik duke ndonjur me nënën, çfarë ndodh? Sepse zonja shumë mirë mund t'i marrë dhe mund të dalë dhe jashtë kufimve. Ashtu siç është edhe përdorimi i babait që fëmijët kanë qenë prezent atë ditë kur janë filmuar. E kuptoj. Edhe babai këtu ka përdorur fëmijët. Prandaj janë të dy të cilët duhet të hequr ushtrimit të drejtës prindërore. Ashtu sikur se unë thash, ato kanë një atashim të pasigurt dhe fëmijët kanë një status mendor logjik që nuk e dallon dot. Pas gjithë çështjen penale kalon në çështjen civile. Pa bërë divorcin, kërkon atë që tha avokati, heqjen e ushtrimit të drejtës prindërore. Për teleshikuesit që pse ne po e bëjmë dhe po e transmetojmë për mos e 2 ditë këtë emision, nuk kuptojnë ato që duke ja lënë gjykatës dhe prokurorisë, ato nuk e kanë bërë punën siç duhet. Prandaj mangësi të tilla, vakum të tilla nga këto institucione ka bërë, jo, anxhe se ti thej që pak më përpara që raporti i kunatës sherreve që kanë 2 familjet, këto sherre bëhen her pas here dhe në këtë studio, dhe jo më kot ne i japim.
sepse institucioni familjes është në një udhkryq sot. Sigurisht, dhe këto proceset gjyqësore po i bën akoma më keq fëmijëve, sigurisht. Edhe alienimi prindëror, siç përmendi dhe psikologja zonja Mimoza, është i dukshëm nga ana i gjyshërve dhe kjo bën që fëmijët të kenë her pas here frikë dhe duan me patjetër në mënyrë psikologjike raporti psikologjik për veprën penale. Të ketë një shtyllë të sigurt për fëmijët. Po, patjetër, zonja e tha vetë nga ana e linjës telefonike, megjithatë, vajza e zotrisë tha që videot janë të manipuluara, nuk janë video që janë të sakta. Jo, me sa duket konteksti sa ishte që e gjithë përgatitja e skenari është nga persona të tjerë, jo se nuk ishte zonja apo zotria dhe nuk ishin fëmijët aty bashkë me të. Unë kështu e dëgjova që tha manipulim videos. Unë nuk e di reagimin e këtyre në këto 7 muaj, ku në rrjetet sociale zoti Marash tha që këtë video e kanë hedhur familjarët e bashkëshortit. Pse nuk keni dënuar edhe atëra? Ju falenderoj gjithsesi të dyve për prezencën. Po zoti Marash, fjala fundit për ta mbyllur. Falenderoj ta zotnit, avokat edhe këtë psikologën. A kam drejt me ja filluar nga fillimi? Tani nuk kemi më kohë në dispozicion. Jo se s'pas gjas shumë. Me një fjalë të shkurtër po, edhe ju dëgjoj. Lidhur me policinë e shtetit në radhë parë, kjo është tash, jo para 7 muajsh. Jo, me datë 13 policia e shtetit. Po, këto i kemi thënë. U diskutua. Në çdo seancë tha që edhe herë një marrëdhënie seksuale që i ka kacmuar plaku ku mara në bazën unë jetua një gjova. Sot po i dëgjon për herë të parë. Ja ku i ke vlerësimin psikologjik? Nuk e di, unë se kam një gjohë të ma lexuar asnjëherë. Pra nuk jam fort plashtu, por edhe e dyta, këta çdo seancë nuk vjen te fëmia, si don fëmin, me që si punë të asaj. Kjo shkoi te fëmia. I në urrahën atje, unë shem kanë në aty, asë kur një veç ajo vajza juaj. Aja ka thirë policinë. Policia ka ardhë i ka marrë 2 gjyshit, e këta i ka qënë polici. Nuk ka më konë dispozicion, i tha të gjitha vajza juaj, me gjitha të ju, qëfar do bëni që sot e tutje? Unë sot e tutje kërkoj. Ta fëmijët i lanë qjetë. Në fundit dhe që të bëhen mosh mallore, jam përgjithësun kjo është gjallë. Fëmijët të lihen të qetë dhe të lihen me vajzën tuaj. Faleminderit zoti Marash që ishe me mua në këtë studio. Guxim dhe kurajë për të ardhur. I fije impresionuam jam unë si njeri, por ta shkëm me bën duhet me i bajt. Megjithatë je një malsor. Unë falenderoj për prezencën në këtë studio, miqë, falenderoj dhe ju që na keni ndjekur, keni kundërshtuar transmetimin e këtij emisioni, na keni përkrahur. Ky ishte transmetimi i fundit për këtë sezon televiziv. Bashkë do takohemi pikërisht në shtator në një sezon tjetër televiziv ku na presin të tilla tema po kaq të nxehta sa historia që kemi trajtuar ditën e premte, ditën e sotme, por edhe shumë ditë të tjera të këtij sezoni të ngjeshur televiziv. Duke ju uruar një verë sa më të këndshme, pushime të mbara, ndahemi këtu nga ky transmetimi drejt për drejt. Ne vazhdojmë të jemi në krye të detyrës, vazhdoni na shkruani në faqen tonë të Facebookut, emisioni me zemër të hapur, bëni denoncimet tuaja, të gjithë ju që nuk na keni ndjekur live, na gjeni në kanalin tonë në YouTube, emisioni ditës premte është hudhur, do hidhet dhe emisioni ditës së sotme, na ndiqni në agjencinë e lajmeve Balkan Web, gazeta shqiptare online. Bashkë takohemi në shtator, deri atëherë pushime të mbara.